Noisy ka vendosur t'ju vinë në tim të gjithë të rinjve të cilët kanë talent në muzikë. Reperi e bëri të ditur këtë nëpërmjet një njoftimi zyrtar, ku ju bën thirrje të gjithë të rinjve që ndjejnë se kanë talent t'i shkruajnë në emailin e postuar, realizime këngësh, klipesh, një mbështetje që jo shumë kush e jep. Pas disa puntatash të Xing me Ermalin, moderatori i cili tashmë është bërë shumë popullor me publikun, ka vendosur të bëjë një pauzë. Ai ka marrë fluturimin për një udhëtim familjar drejt destinacionit, të cilin ende nuk e ka zbuluar. Pas Bebe Rexhës, një tjetër këngëtare shqiptare me famë botërore do të nisë turin e saj muzikor. Dua Lipa ka njoftuar sot të gjithë fansat se shumë shpejt do të nisë një mini tur europian. Biletat dalin në shitje të premten. Ndaj, nxitoni. Këtë herë Kida ka një urim të veçantë për një person të veçantë. Këngëtarja e uroi ditëlindjen babait, të cilin e konsideron si gjysmën e saj dhe si mashkullin e vetëm që do. Ne ju urojmë edhe 100 vjeç.